Gjatë takimit urgjent të mbledhur nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ambasadori i Iranit në OKB pretendon se sulmet ajrore amerikane dhe izraelite kanë shënjestruar impiantin e pasurimit të uraniumit në Natanz. Pikërisht përfaqësuesi i Iranit në Kombet e Bashkuara, Said Irivani, gjithashtu pati dhe një përplasje të fundit me dërguarin e Shteteve të Bashkuara Mike Waltz në këtë seancë të së dielës, duke i thënë ambasadorit amerikan të sillet i sjellshëm, në mënyrë të sjellshme, një vërejtje që shkaktoi një qortim të ashpër nga Waltz, që akuzoi Teheranin për vrasjen e 10 mijëra qytetarëve të tij dhe burgosjen e shumë të tjerëve, sepse kërkonin liri nga tirania e tyre. Sipas Iravanit, ai deklaroi, ka vetëm një fjalë, këshilloi përfaqësuesit të Shteteve të Bashkuara të jetë i sjellshëm. Pak çaste më vonë dëgjohet Waltz si përgjigjet. Sinqerisht, as nuk do të kthej përgjigje, veçanërisht pasi ky përfaqësues është ulur këtu në këtë organ duke përfaqësuar një regjim që ka vrarë 10 mijëra njerëz të tij dhe ka burgosur shumë të tjerë thjesht sepse dëshirojnë liri nga tirania juaj.